Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, telefonata par ka mbritur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Që ka një dëgjera. Është parkingu këtu ke Volga. Po? Në mbrëmje vinë turistët me autobus. Nuk jam kundra, shqyqyr që na vinë, por nuk kam të drejtë ato stili rregulla tona. Unë po të parkoj si për pllakave, që sa me zi jam bo me lekët e qytetarëve, edhe jo të hypi një autobus apo 4 autobus si për pllakave, pa pikën e problemit. Na ka dhënë leje kryetarja bashkisë. Si që ka kjo? Ku janë ato policët bashkiak që të vinë të vejnë gjobën dhe të sekuestrojnë ato autobus, jo të hypin si për pllakave që i bëjtë so plakat. Se për i vit, ne duhet pagujnë prap, për ato plaka. Ato fitojnë, bëjnë se biznes e kam, ato fitojnë lekun, neve pagujnë që të rregulojnë prap plakat. E para. E dyta, kam fillu me dhanë këto për vijet e verma, kur sa adaptoj një vend para dyqanit, a para shtëpisa, këto duhet kenë edhe rregulla. Nuk mundet ta bllokoja i të shikaj nga fshati. Ka një dyqan aty, qa do loj për shembull, edhe ta shte e pagun bashkin. To lekë shtojnë për bashkin. Nuk është se po do na bone i nërë neve, por gjithë ditën e gjithë natën a i ven aty, dhe nuk është një, po thuj se janë shumë veta që i kam bëgë të gjë. Po qa duhet me bëgë që tash? Gjysmën e durë që ta lejnë bosh, se i kam bëgë këto me vijat e verdha. Edhe neve që të parkojmë katunë, se tashi, ato qarkullojnë, nuk ka nevojë që të zihet a i vend gjithë ditën i gjithë na. Mund zihet para një ambulancë, para një ashtu të rëndësishëm, po jo, hajtë kam dyqanin nuk, po paguaj qa lekë bashkisë, edhe po e maja të venin ditë e natë. Është turpje. Qartë, unë ju falenderoj që sjellni në nënvizimet tuaja. Jeni vetë ju që përzgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun e madh të këtij mëngjesi në fillimin e kësaj dite të re. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Është portar nuk keqe para parlamenti rrëzon përsëri kandidaturën e avokatit popullit që propozohet nga opozita. Po. Shkaku i vetëm është që zoti Ndrejgjoni vjen nga radhët e persekutuar politik. Dhe ka qenë dhe është një veprimtar për çështjen e një aktivist i lirive dhe drejtave të njeriut, i familje e nderuar e prezës së Bibës. Për çështjet e jurisdiksionit të shtetit shqiptar dhe i njeh fëmijë atë ka një eksperiencë gjatë në këtë fushë. Po ka një vit që zoti Rama tenton të kapë institucionin e avokatit popullit, siç ka kapur gjithë pushtetin sot. Po kjo nuk është zgjidhje. Kandidatura vjen e propozuar nga opozita. Nuk ka të refuzohet kandidatura e zotit Ndrejgjoni. Unë ju falenderoj dhe juve që sjellni këtu në nënvizimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Nadia Mirë, zotni bashkim. Nadia Mirë, çfarë kemi në gjë të re sot? Të lutem, ti lëm hapësirë të tjerëve jo për ditë. Vetëm drejt. Jo, nuk do t'ju lë, ti lëm hapësirë dhe të tjerëve dhe të lutem merr vetëm kur kesh një gjë të rëndësishme, një gjë të re dhe jo për ditë, sepse për ditë i zëm hapësirët atyre që kanë gjëra të tjera për të thënë këtu. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. 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 Tani u gëzuam që erdhi që filloi spaku. Po? Dhe ky spaku çfarë po bën për atë të njëjta fytyra, akoma të njëjtat janë kriminalet e vendit. Sali Berisha ka 35 vjet që bie bëret vrat për zën. Se Edvin Rama për zhur ka për zhur 2 milion shqiptar ka tratat e vendit. Që janë 200.000 veta që mbajnë te Shqipërinë. Dhe ky spaku prapë kryejë, këta nuk i voton populli, këta i mbushin vetë kuti, këta nuk i gjetë populli. Këta tratat armik gjithën vetë, nda që na në të njëshin Aramizania të i sot, janë ushtarët e tyre që mbajnë të Shqipërinë, jo populli. Qartë, shego, më dëgjo, këtë konstatime kemi bërë me 10 herë këtu në emisionin tonë, me zërin tuaj. Po janë të vërteta zoti bashkë. Po mirë pra, kemi në gjë të re për të thënë. Po qa të reja këta në ja, të re që do sugjeroj unë, erën tjetër kur të marrësh në jep një përgjigje se si dilet nga këtë dëshpërim. Jo, një minut, më dëgjoj. Erën tjetër kur të na marrësh, po të themi se çfarë drejt të re më do sjellësh.
Mendimin tuaj se si mund të dilet nga ky dëshpërim që ju shprehni gati çdo mëngjes këtu në emisionin ton. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zot Shëgjiqit ka pa. Urdhroni. Jam një pensionist Po? në zonë thellë malore. Po? Unë kam bërë një ofertë në OAN, në Kron Parinoan, me 18 mars. Po? Mirë po, për fatë qështimi nuk në punoj aparatura dhe nuk isha në momentin që ishte oferta ta kthej brenda 2 javëve. E dërgova një ditë mrapa. Po? Ka kalu, tha nuk bën. Do të pagush ta detyrimin. Po sa të detyron se unë tani nuk e kam punë fare, asnjëherë se kam punë. Punë e ktheva aparaturën, mas që bleva. Po? Aparaturën nuk e kërkova që të ma kthej atë, vetëm ma heqin atë kontratën, Po? deri në 2027. Një herë, 2 herë, 3 herë. Unë jam pension, dhe unë mos më del pensioni. Që i detyron atë andën telefonin, ndryllë tha, i detyron marrë tjetër, absolutisht as mundesh. Tani, a mund gjej rrugë zgjidhje, a ka një kontratë me qeverinë për shtetin tonë, që ndërhyjmë të raste, si t'ja bëjmë? Po, sigurisht, qeveria duhet të kontrollojë ato nëpërmjet avokatit të popullit duhet të shohë kontratat që bëhen, sepse aty qëndron gjithë ajo sekreti i këtyre veprimeve më pas. Ne kur i bëjmë kontratat nuk i lexojmë mirë e mirë ato gjëra që janë aty dhe mbi të gjitha nuk i kontestojmë ato kontrata tek avokati i popullit, i cili pastaj mund të ndërhyjë dhe të mbrojë interesat e qytetarëve. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Përshëndetje bashkim dhe të uroj një ditë mbarë. Përshëndetje, urdhroni. Ju bëj thirrje qeverisë, parlamentit, gjithë një kujdes me avokatën e popullit. Unë shkatruar gjithçka në këtë vend, mos shkatruat këtë institucion. Nuk duhen njerëz politik, as persekutuar, as komunist, as fashist, as ballist. Ata duhen profesionist kundër partive, po të jenë profesionist të mbaruar për të kryer detyrën juridike. Konceptet ligjore përqohen në atë institucion, jo konceptet e partive. Faleminderit, kaq kish. Faleminderit edhe ju që sjellni këtë mesazh të rëndësishëm këtu. Vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto minuta të tjera që kemi në dispozicion për zërat e qytetarëve. Urdhroni. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni, lutem flisni. Kam një pyetje. Po? Kam prindrit Po? që është prish shtëpia para 6 viteve i tërmetit 2019. Po? Mirë po, i ka shpërndarë si apartamente, po akoma s'ka marrë çelësat. Apo më shira janë që për 2 vitesh. Pra është ky problemi nga Durrësi flisni? Po, nga Durrësi. Është problemi i banorëve që janë dëmtuar shtëpia dhe që presin të marrin të shtëpiat e reja në godinat e reja që janë bërë në spital. Po, në spital. Edhe janë shpërndar, janë bërë listat, por ama ndërkohë nuk janë çelësat. Po, çelësat nuk i kanë marrë. Është thënë që do të marrin brenda qershorit, po qershori po mbaron dhe nuk ka asnjë shenjë që do të mbahet ky premtim. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu këtë problem, është një problem real që ekziston në komunitetin ton. Vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto 2-3 minutat e tjera. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, lutem flisni. Tani po ju tregoj se ka filluar lagjen 15 hapja gropave duke vendosur shtylla droni. Po? Nuk sapin tuj do të shëj një fotografi, do të mos në unë spatën që di Roma, bazë në atë grumbullin që kanë bunë për rrugica, me atë ke ujqilë që kanë bunë satin e ujtit, edhe po fajzojt me matrapik, po hapik gropa, po vej shtylla droni. Tani do t'i jeti atëhere pa të bëhat punë, bëhat bravo i qovë si preu shtyllat. Po si t'ja bëjmë tani me shtyllat që bloku rrugët, ka të që jesë t'ja fiksja, ka të që urgenca. Se si do të veprohet, si do të bëhat, nuk po e kuptoj. Do të bëshë në ucap, po dhe apin, do të marrë shpat madhe nga të shpat për etatës tem, e do të fillit u prej shtyllat. Arkitektur për jashtë zakonshëm, në që të hapen rrugët. E të regulohet me hyrë ambulanca, me hyrë tjerë fiksja,
ne po i ngushtojmë rrugët. Nuk e kuptoj se kush e ka këtë drejt morale, materiale, si shërtem dhe i bëhet. Nga cila zonë flisni? Lutem shumë, urda? Nga cila zonë flisni? Lagja 15 Durrës. Direkt e pika gazit, ka fillu rruga prija që ke 40 metra hapja gropave. Unë ju falenderoj që sjellni këto informacione. Jemi dhe në 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. O zlagari komun. Urdhroni. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes bashkim. Desha të them vetë kemi marrë shtëpi 5 maj dhe faleminderit shumë qeverisë që na e dhato, por garazhet nuk po i hapin garazhet për futur makinat, po rrin makinat në rrugë. Keni marrë dhe garazhet atje, apo jo? Aty punsojnë dhe njerëz dhe ta marrë. Pra nuk po hapen garazhet për të i hapi bashkia garazhet, punsojnë njerëz, edhe ne paguajmë lekët si tjetë, ke parasysh. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sjellni shqetësimin e komunitetit tuaj. Ishte dhe telefonata e fundit për ditën e sotme. Tani rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejtë me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama, ndër të tjera sjell titujt: Pavarësia e Amerikës, festa në Tiranë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi me fat të kemi aleatë si Shqipëria, marrëdhëniet. Në një mbrëmje festive që bashkoi dje personalitetet larta të politikës shqiptare, trupin diplomatik dhe përfaqësues të botës biznesit, Ambasada Amerikane organizoi ceremoninë e 249 vjetorit të pavarësisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në motën e qëndrueshmërisë, bashkëpunimit dhe vlerave të përbashkëta. Futeni në rend dite, Partia Demokratike sherr me Partinë Socialiste për avokatin e popullit. Shtyrja e votimit prej një viti. Berisha, kandidatura Andrej Gjonit plotëson çdo kriter, ta votojmë. Reagon ministri Balla. Qendrat e emigrantëve refuzoi 3 kryeministra britanik, por pse pranoi Melonin? Rama, kur Italia na kërkon diçka, themi po dhe pik. Kryeministri Rama flet për The Guardian, antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, momenti i dur për të kaluar pistarin e stafetës. Një opinion nga Gëzim Tushi mban titullin Shoqëria dhe norma e individualizmit. Nga Fatos Çoçoli, faleminderit presidentit Trump. Argumentet: kërkoj zbutje të masës, gjykata kundër krimit organizuar e lënë në burg, debatet e metës me prokurorët. Zbardhet vendimi, mbi 30.000 përfitues, ishtë ndërmarrjet ku do njihen vitet e punës. Të garantohet prona private dhe iniciativa e lirë. Dënimi që mori Malëshova nga Enveri është i dosje përgatitur nga Skifter Këlliçi në faqet e gazetës Panorama. Gazeta Telegraf në faqen e parë sjell titujt: Ligji i ri, shkrihen inspektoratet, krijohet inspektorati i përgjithshëm për kontroll total. Politikanët e heqin dorë nga rendja pas pushtetit. Është një dosje, intervista me shkrimtarin Ismail Kadare, interviste marrë në vitin 2022. Nuk është vetëm Shqipëria, por dhe shumë shtete të tjera që kanë rënë në balë dhe janë ngritur sërish. Unë kam besim se Shqipëria duke qenë në Europë do të bëhet, pa mbetur kur servile e saj. Kritikat për partitë politike shqiptare, qeverisjet e gjata, pse janë pro gjithë përfshirjes dhe Kosova, janë tema që vinë në këtë dosje në faqet e gazetës Telegraf. Opozita shqiptare, Berisha për median amerikane, Republika e Sorosit në ka kthyer në monizëm, Strasburgu do zbërthej drejtësinë me regji. Partia Socialiste, Rama për The Guardian, për skemën britanike të kthimit të emigrantëve, kam qenë i qartë që kur Boris Johnson dhe Rishi ma kërkuan, gjithmonë kam thënë jo. Andi Seferi, Bashkia e Tiranës vlerësoi edicionin e 8 me Zdeu në fokus, Tirana Foto Festival 2025, ishte mahnitse. Manastir Liu, më shumë instrumente për të mbështetur sportin. Zgjedhjet që glabëruan miliarda, Celibashi 35 tender me vlerë 23 miliard lek, por nuk kemi akoma rezultat. Vetëm posta për jashtë vendit kushtoi 10 miliard lek. Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit Amerikës, ambasadori amerikan që ka dhënë dorëheqjen për të shpëtuar Shqipërinë, e dua komin shqiptar siç dua Amerikën. 8 muaj pas kthimit në Shqipëri, prokuroria flen mbi 102 kontenerët e mbetjeve të rrezikshme në Durrës, duke zbaritur hetimet. Gëzim Llojdia, llogaraja perla midis reve dhe kujtesës.
Në brendësi të gazetës Telegraf sot është suplementi Pena Shqiptare. Një numër i madh autorësh botojnë aty krimet e tyre. Emrat e tyre dhe titujt e krijimeve shpalosen që në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, Shqiptar apo Kosovar? Kufit e identitetit, Shqiptarët e Kosovës dhe narrativa e kombit kosovar, është analizë nga profesor Mareglen Kasmi, në të cilën nënvizohet mbi debatin nëse termat Kosovë, Kosovar apo kom kosovar janë thjesht shprehje të një përkatësie gjeografike apo përfaqësojnë një projekt të ri identiteti i cili mund të ndajë shqiptarët e Kosovës nga trungu kombëtar. Një fëmijë që ka lindur në vitin kur Sali Berisha ka shkatëruar zgjedhjet në Shqipëri dhe tani në vend të duetit Zeqene Gazi, në kuvend do të kemi duetin Sara Mile Gjyshi Saliu. Një rast nga Ballkani, mbi rehabilitimin e nazizmit dhe figurave të lidhura me të sot në Evropë. Turizmi, një nga dy pikat më të cënueshme të Ballkanit nga kriza në lindjen e mesme. Rama zbulon kur do largohet nga politika, intervista për gazetën The Guardian. Pse Banka e Shqipërisë toroqi miliona euro nga tregu, fundosja e euros, llogaritja 1.3 miliard euro për armë, sa do i rëndojë Shqipërisë vendimi NATO-s për 5% të prodhimit brendshëm bruto për mbrojtjen. Projekti me ADN që trem shkencëtarët, Vaj Ullirit, lidhja me tensionin e lartë, janë titujt që vijnë në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Epoka e Re, Hoxhaj, kriza shtetërore nuk mund të zgjidhet pa kompromis. Nis certifikimi subjekteve politike për zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë. Kosova pa kuvend, miliona euro në pritje. Avokati Koci bën thirrje Kurti të ndryshojë kandidatin për kryeparlamentar. Ballkani përballet me temperatura përvoluese. Janë shkrime që vinë në gazetën Epoka e Re, në faqen e saj të parë lajmërohen këtë tituj. Kalojmë tani tek gazeta Kushtrim Brezash, në faqen e parë ndër të tjera sjell shkrimet ku gaboj një pjesë e historianëve me konceptin e luftës sonë antifashiste nacional shkrimtare, një shkrim nga Ylli Meçe. Nga Albert Zholi, dikur qielli shqiptar ishte i paprekshëm. 74 vjetori i krijimit janë në disa prej titujve në faqen e parë të gazetës Kushtrim Brezash. Gazeta Panorama Sport, Kombëtarja, gjysma e titullarëve pa ekip, Mercato, situatë delikate për legionarët, shumica në kërkim të një sistemimi të ri. City leksion Juves, por kalojnë edhe italianët. Interi nuk gabon, mposhtë Riverin dhe vazhdon rrugëtimin. Gjykata thret Laportën dhe Luis Enriquen. Formula 1, risia nga FIA zbulohet manuali penalizimeve, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama Sport. Dhe kemi sjell kështu informacione më të fundit përmes faqeve të para të gazetave, disa portaleve online, por dhe me zëret e qytetarëve në telefonin ton të përbashkët, ku sollën dhe mjaft të shqetësime që kanë komunitetet të ndryshme në Tiranë, në Durrës dhe në qytete të tjera. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin ton për të takuar sërish ditën e hënë dhe ditën në vazhdim. Bashkë miropafshim.